Mirë, jemi sërish në studio drejt për së drejti, ku do të ndryshojmë temë tashmë dhe të fokusohemi tek arti, ditën e sotme dhe konkretisht tek piktura, një ekspozitë e cila në fakt është qendron e hapur prej disa ditësh në Galerinë e Artit në Tiranë, titullohet Hiri dhe në fakt ka dashur të sjellë le të themi një formë ndryshe të pagëzimit. Por se çfarë përmban ajo konkretisht, ne ditën e sotme do të kemi shumë kënaqësi të themi mirëmëngjes të dy artistëve në studio, dhe nisim me Enea Ziu, piktor, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Enea. Dhe gjithashtu Kristian Zara, kurator. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Kristian. Dhe është kënaqësi t'ju kemi të dyve për të folur për një ekspozitë që duket ndryshe, që në momentin që ne flasim për një formë tjetër të pagëzimit. Çfarë përfaqëson ekspozita Hiri dhe pse ky emër? Atëherë, çështja e emrit ishte për të zgjedhur një fjalë shqipe që kishte një lloj ambiguiteti. Hiri është në Shqip është hiri i Zotit, po është edhe hiri çfarë mbetet mbas zjarrit, domethënë përfshin si dy ekstreme, në rënien e njeriu dhe njeriu që arrin të preket prej diçka hyjnore, shpirtërore. Dhe në fakt është një ritual tipik fetar i cili le të themi shoqërohet me pendesa, me një lloj transformimi shpirtëror. Nëse i referohemi këtyre të dyjave, të cilat janë sublime, si kanë ardhur ato të materializuara në fakt nëpërmjet artit. Pjesa e pagëzimit që po thoni është një pjesë e eksperiencës personale që lidhet me pendesën, që është në fakt nëse mund të marrim një lloj krahasimi, unë e krahasoj pak me GPS-in, që ti ke për të bërë një rrugë, ajo që i duhet programit është vendodhja jote aktuale, dhe pjesa e pendesës ka të bëjë me ti të njohësh ku je në gjendjen tënde shpirtërore, në mënyrë që të përcaktohet rruga pastaj për të shkuar në një destinacion tjetër. Është ai hapi i parë dhe i nevojshëm për të bërë një rrugë shpirtërore. Duket se gjithmonë bëhet, le të themi, spunto diçka, një lloj frymëzimi. Si erdhi frymëzimi për të ngritur një ekspozitë të tillë? Çfarë mund na thuash, Kristian? Besoj që ka një moment ai i cili zgjon një mendim për të sjell diçka në një ekspozitë. Kjo është vërtet, shumë vërtet, ka momente të vazhdueshme. Ka dhe momente kur ne vetë artistët duhet me zgjedhë ose me ngrit vetë frymëzimin për të bërë diçka. Bashkëpunimi jon ka ardhur si një fryt pak a shumë, një miqësie që kemi prej kohësh, por tani thellohet edhe më shumë, se më parë nuk ishim kaq të njohur me njëri tjetrin, dhe në bashkëpunime dhe në veprime më konkrete ndaj artit kemi bërë, kanë qenë sporadike pak a shumë fillim fare veprimet tona. Kjo është më e përmbyllur. Enea erdhi thjesht dhe më tregoi se çfarë po punon, gjithë idenë, konceptin, edhe që donte të ndërtonte një ekspozitë e cila t'i flasë dhe njerëzve ndryshe, por nga ana tjetër vjen edhe në pikturë në ngjyrë që pak a shumë sot këto vite të fundit në Shqipëri nuk është se është dhe kaq e larmishme, domethënë në masë, dhe kjo është një gjë me vlerë, domethënë, sepse larmia në art ka shumë rëndësi edhe për jetën e njerëzve dhe për gjithë organizimin tonë shoqëror. Kështu që ndërtuam këtë ekspozitë, meritat janë të Eneas më shumë, që ka punuar dhe ka ndërtuar konceptin e pendesës, e hirit, dhe që lidhet me transformimin e njeriut, me zhvillimin e tij dhe me ngritjen drejt gjës hyjnore që mund të themi. Sa i vështirë si proces Enea, se duket pak surreale dhe për ne shumë e vështirë për të imagjinuar që përkthehet në një ekspozitë, në një punë konkrete, kjo që për cilën po flasim. Më e vështirë do thoja është të lidhësh shumë punë në një koncept dhe të ndërtosh një cikël që të jetë koherent, gjitha punët janë në koherencë me njëra tjetrën. Me thënë, më shumë vështirësi kam has të pjesa e trajtimit të koncepteve, më shumë se sa ana teknike, më thënë, është diçka që kërkohet dhe kisha gjetë dhe më përpara si gjetje, si gjuhë artistike. Po pjesa e trajtimit koncepteve, se kur futesh në pikturë me nota religjioze, është pak e rrezikshme në mënyra se si trajton konceptet. Qëndrimi që në mbash ti artist? Qëndrimi që keti duhet të jetë
jo i limituar, po duhet jetë pak më i matur, sepse këtë bësh jo thjesht me një aspekt tëndin personal, po diçka që prek shoqërinë, prek Mijë dhe miliona besimtarë. Megjithatë, Kristian, nëse do ndaleshim pak tek kurimi i një ekspozite, pa diskutim kohët e fundit nisur edhe nga ato që ne i trajtojmë her pas here në studio, por edhe ato që kemi vizituar vetë, duket si një luftë e bukur shumë mes kuratorëve për të cilë forma të ndryshme të paraqitjes së ekspozitave me shumë element dimensional brenda, do thoja, nëse i referohemi këtyre të fundit. Në rastin konkret, ti vetë çfarë qasje ke pasur në këtë rast? Për sa kohë jeni edhe miq të mirë, por edhe pa diskutim punimet, ndërkohë që i shohim janë fantastike. Si ke menduar ta sjellësh këtë? Po, kurimi pak a shumë ka disa nivele. Të paktën bazat e kurimit janë kompozimi dhe mënyra si vendoset brenda hapësirës. Kështu që kjo është më shumë kurimi klasik pak a shumë, që është më i thjeshtë dhe jo shumë i komplikuar që të mos edhe të ngadaroj shikuesin ose ta çojë në një drejtim që ne nuk duam ta çojë për shumë, sepse puna ka një koncept të qartë, mban një qëndrim më të gjerë, kështu që është menduar linja, se si vendosen punimet në një linjë, dhe diku kemi bërë dhe shkallëzimin, pastaj kemi vendosur edhe disa bocete, që ne i quajmë skicat e para, që është shumë e rëndësishme për mua që të tregohesh rrugtimi, se lidhet prapë me pikën ku jemi dhe ku shkojmë. Kështu që është pak a shumë e mbajtur në një formë më të thjeshtë. Ose edhe publiku kur sheh bocete apo mënyrën se si ka nisur një punim. Njihet pak me procesin. Njihet me procesin. Pak a shumë tregon për jetën e vetë punës si objekt. Ajo që të doja të kuptoja është se sa punë ka pas këtyre pikturave dhe kësaj ndërlidhje që ju keni bërë mes njeriut dhe Zotit. A ka patur një studim të mirëfillt që ju është dashur të bëni në mënyrë që mos ketë gabime, sepse siç e tha edhe Flori, janë me mira besimtarë, të cilët sigurisht mund të preken drejt për drejt nëse ka ndonjë keq interpretim, ndonjë element që mund t'i prek, siç edhe e thamë. Unë nuk është se kam bërë një studim si thush akademik mbi këtë ekspozit, po pa tjetër që kam pas një studim, sepse unë jam pjesë e këtij besimi dhe para se të futesh ti bën një katekizëm që njifesh me besimin dhe në këtë mënyrë nuk të lejon të bësh gabime. Plus që sot është shumë kollaj të sqarosh shumë koncepte, referencat janë shumëta edhe prej pasurisë artit religioz, qoftë në lindje, qoftë në perëndim, edhe shumë koncepte ti mund t'i sqarosh. Unë kam luajtur më shumë me aspektin simbolik, dekorativ, pjesën e stilit tim, përjetimit tim, po jo duke transformuar konceptet. I kam lënë ashtu siç janë. Qartë, megjithatë nëse do të ndaleshim pak tek ngjyrat, ne nuk jemi ekspert, megjithatë me atë çka po shohim, sigurisht që pikturat tuaja janë të mahnitshme të thoja, por nuk besoj keni guxuar që të dilni jashtë ngjyrave të ikonografisë klasike. Apo ka pasur raste që edhe ke guxuar? Ajo ka dalë shumë nga ikonografia klasike, në fakt kam përdorur ngjyra shumë të forta, po prap duke ruajtur diçka nga piktura klasike, të paktën atë pjesën e floririt, disa aspekte të kompozimit ose të dekorit, janë përpjek t'i ruajt nga ikonografia klasike ose nga arti perëndimor religjioz. Po pastaj pjesa e ngjyrës është dhe pak pjesë e karakterit, besoj e ndjesisë, ndjeshmërisë artistit, është pak pjesë e imja. Po, unë do thë për shumë ato janë krejt jashtë nga stili ikonik, ikonës, ikonografisë. Po, që jemi mësuar. Vetëm një gjë që mbahet aty është vertikaliteti, që është më shumë si shtyllë kryesore e punës, pa ajo përdoret kudo në art, nuk është se është i përket ikonografisë. Janë bajt disa element si që është floriri apo stilistika dhe simbolet që ka, dhe unë për shumë personalisht da përkufizoja si një punë ekspresioniste me ngjyrim me simbolizmi brenda, kështu që në mënyrë që përcjelli diçka gjithashtu, jo vetëm thjesht tregohet figura dhe historia. Dhe sa kohë të është dashur e ne ta të punosh për këtë? Të cikël e kam bërë për një vit themi ekzekutim, po pasaj ajo karikimi për ta bërë qoftë për të gjetur gjuhën e stilit artistik, qoftë për nga ana teorike,
ka marrë më shumë, po që si ekzekutim të punëve... Dhe kur fokusohesh tek një cikël, punon vetëm me atë, apo mund të shpërqendrohesh rrugës, mund të punosh një punim tjetër që ke lënë për gjysmë? Unë kam qef që të shpërqendrohem merë pas here që edhe të ftofem pak nga puna. Qoftë në i përësi, qoftë diçka për qefin tim, dhe më thënë, ose projekte ansore. Pra të ndihmon më shumë nëse shpërqendrohesh në këtë rreth? Edhe më ndihmon, po edhe nuk kam që t'i bëj, dhe më thënë, dua të eksploroj dhe rrugë tjera dhe i ruaj veç ato idet që t'i kem për pak më vonë. Normalisht nuk është se shpërqendroj ma i shumë se që në mes ciklit filloj një cikl tjetër, po që ja lejoj vetës. Është dhe sfidë në njëra jo për ne momente kur bëjmë një proces gjatë kërkimi apo studimit një seri e punësh, të rëmben më shumë edhe intuita, pra jo gjëja që vjen instinktive në njërë për të bërë diçka që të vjen në mendje, aty ku kërkon dalin dhe tjera ide, kështu që... Edhe plotësohet komplet. është qik e vështirë me mbaj gjithmonë në kontrol dhe normalisht nuk është nevoja me mbaj gjithmonë në kontrol. Tani unë e di që shpesher për artistët është e vështirë që t'i ndajnë punët e tyre se tek të gjitha janë investuar, po a ka e nea një nga punimet që e ke më të veçantë, më për zemër dhe që ka një rëndësi të veçantë? Po, në fakt është puna e parë që unë kam bërë për këtë cikël, që është një lizi, është ajo me ato bebet e vogla. është dhe nga kompozimet më të paprituret të ekspozitës. Është një lidhje e tillë sepse ishte e para, apo ka edhe një mesazh ndryshe nga pikturat e tjera? Jo, mesazhi në fakt është një mesazh që përvijon gjithë ekspozitën, po ishte e para, ishte dhe momenti ku unë, si thush, përcaktova gjithë rrugën e ciklit. Fëmijët thonë që duen të gjithë njësoj, po i pari ka rëndësinë e vetë. Megjithatë, nëse të ndaleshim pak tek publiku i cili e ka vizituar deri në këto momente dhe pas kësaj, do doja të kisha edhe kam dhe një pyetje tjetër për sa i përket le të themi targetit që ju e fokusoni. A është kjo vetëm për le të themi për një publik të caktuar që i përkasin vetëm këtij besimi apo jo? Jo detyrimisht, më thënë, narrativa është, ndoshta është biblike, po është dhe universale, është njerëzore. Ekspozitën e kam vizituar goxha njerëz, pavarësisht besimeve, edhe shoqëria ime ashtu është e përbërë. Nuk është se jemi një grup i mbyllur që kemi këtë besime dhe e zhvillojmë gjithë. Për sa kohë dhe në Shqipëri njihet bashkëtesa fetare dhe ka një lloj, le të themi, bashkëpunimi shumë ngushtë. Një nga elementet tonë kulturore shumë pozitiv. Absolutisht. Kristian, sa i vështirë ka qenë bashkëpunimi mes të dyve, sidomos duke e ditur këtë tematikë delikatë? Ka qenë fare i vështirë. Shumë i lehtë, shumë i thjeshtë dhe shumë i drejtë për drejtë. Edhe Kristiani ka qenë dhe nuk ka qenë zgjidhje, po ka qenë zgjedhja e parë, më thënë, që mu më shkojnë në mendje. Për këtë ekspozit? Që në fillim kur fillum ciklin, po edhe se njifeshim më përpare, njifja shumë mirë punën e Kristianit, është artist që është i fokusuar drejt aspektit shpirtëror dhe psikologjik njeriu të eksperimentit. Që ishte perfekt për një ekspozit të tillë. tillë. Edhe mund të më kuptonte më mirë. Dhe urojmë që të vazhdojmë bashkëpunimet tuaja në të ardhmen, për sa kohë ka rezultuar shumë e suksesshëm. Unë kam një pyetje pak të përgjithshme që lidhet me punën tuaj, por edhe me shoqërinë në Shqipëri. Sa kemi filluar ne ta duam artin pamor, sa realisht e vizitojnë një ekspozit qytetarët në Shqipëri, apo duhet një, le të themi, publik pak më i përzgjedhur që ta kuptojë dhe të dojë artin pamor? Me thënë drejtën, kjo ekspozit është prit dhe shumë mirë dhe Galeria Artit Tiranë që na hoston, më thënë, ka bërë një punë goxha të mirë në pjesën e ndarjes, eventit edhe marrëdhënies me publikun, edhe ka pas, jo vetëm në hapje, po gjatë gjithë kohës ka pas goxha vizitor për te pritshmërive të mia. Normalisht në shoqëri këtu në Shqipëri ka goxha probleme, mund të themi, në perceptimin dhe në ndjekjen e eventeve artistike në masë, nuk është aq në masë, po që
Megjithatë e ka një publik, le themi, ai konsideruar elitar që le themi i ndjek kryesisht gjitha ekspozitat që bëhen në kryeqytet. Ajo që është e rëndësishme është që ne her pas here t'i afrojmë publik të ri, pra të kultivojmë shije të reja nëpërmjet ekspozitave. Ai është qëllimi, domethënë që të ketë prurje të reja, mos të mbetemi në një masë elitare, sepse arti nuk ka pse të jetë për elitat. Bufizum. Arti është për gjithë mund ta perceptojnë, mund ta ndjejnë. Deri kur qëndron e hapur ekspozita? Ekspozita është deri në datë 29 mars në Galerinë e Artit Tiranë. Ka dhe aktivitete mbështetëse. Sot për shembull kemi një bisedë me artistin bashkë me Kristianin. Në cilën orë zhvillohet? Në orën 12. Faleminderit shumë, urojmë që të ketë sa më shumë sukses edhe pritshmëritë tuaja të realizojnë dhe pse jo të shkojnë edhe më tej. Ishte vërtet kënaqësi të ndani këtë bisedë. Faleminderit. Ne shkëputemi për pak publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.